Bashkia e Lezhës ka prezantuar projekt buxhetin për vitin 2026, ndërsa ka vijuar konsultimet publike me qytetarët dhe grupet e interesit, duke u referuar parashikimet për vitin e ardhshëm. Kryetari i Bashkisë Lezhë, Pierin Dreu, bëri të ditur se buxheti i përgjithshëm do të arrijë në 2.5 miliard lekë nga 1.27 miliard lekë që ishte në 2019, po ashtu janë rritur ndjeshëm të ardhurat nga taksat dhe tarifet vendore, të cilat nga 600 milion lekë në 2019 kanë arritur në 1.5 miliard lekë. Në vitin 2026 buxheti absolutisht minimali historik që Bashkia e Lezhës ka pas, e thamë jo pa krenari, se sot ne vim para opinionit publik, para taksat baluzë dhe që ditën kur nisëm në 2019, duke marrë referenca ditë me dy fishin e buxhetit të 2019. Ne jemi shumë të fortë të mbledhjes së tava, çka është baza solide për investimet në vazhdim dhe për të injektuar në ekonominë lezhane disa projekte të cilat në fakt ne do të përmendim më pas, projekte që afektojnë qytetin dhe Shëngjinjin dhe që e përmirësojnë në mënyrë të rëndësishme gjithë situatën e infrastrukturës, sidomos në Shëngjinjin dhe në Lezhë. Jemi duke ecë në një kursi garancie menaxhimi të bashkisë dhe për shkak të kësaj, si vjen ne do ta kemi mundur buxhetin në drejtim të infrastrukturës rrugore. Është një numër shumë i madh investimesh në zonat rurale dhe në zonat urbane. Unë ose të fundimit si gjashtë ne një projekt tjetër që të jetë projekti i infrastrukturës horizontale dhe vertikale, që të jetë të investohet një sinergjistike vertikale, horizontale të niveleve bashkëkohore me një projektim që ne me vetëm të avojmë me ekspert shqiptar, por që kanë përvojë në disa fushë shpilla jashtë Shqipërisë. Në sektorin e bujqësisë, vëmendje veçantë do t'i kushtohet sistemit të kullimit dhe vaditjes me ndërhyrje thelbësore për hapjen e kanaleve kulluese me synim eliminimin e përmbytjeve, ndërkohë turizmi mbetet një ndër shtyrat kryesore të zhvillimit ekonomik, ku janë planifikuar investime për rehabilitimin e zonave bregdetare, përmirësimin e infrastrukturës dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit.